Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara për shkak të veprës penale mbashkryrje, Ridvan Muharremi për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale keqpërdërim i pozitës mungesë të akuzuarës Rozeta Hajdari, seanca e sotme e shqyrtimit fillestar nuk ka kushte të mbarë. Në mungesë të Ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari ka dështuar të mbahet sot seanca fillestare në lidhje me keqpërdorimin me rezerva shtetërore. Së bashku me Ministren Hajdari, Irfan Lipovica, Hafiz Gara dhe Ridvan Muharremi akuzohen nga Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës për keqpërdorimin me rezerva shtetërore. Shqyrtimit fillestar, sipas akuzës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, ndaj të panderëve Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica, Hafiz Gara, për shkak të veprës penale keqpërdërim i pozitës apo autoritetit zyrtar, Ridvan Muharremi për shkak të veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale keqpërdërim i pozitës apo autoritetit zyrtar, Hafiz Gara për shkak të veprës penale zbulimi i fshehësisë zyrtare nga neni 426, si dhe Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara për shkak të veprës penale mbashkryrje, zbulimi i fshehësisë zyrtare nga neni 426 pa lidhur me nenin 31. Atëherë gjykata konstaton prezencën e palëve, pranishëm janë prokurori special, Valdit Gashi, e akuzuara Rozeta Hajdari nuk prezanton, për të cilën gjykata i ka dërgu ftesën përmes postës, mirëpo deri më sot nuk kemi marrë në përgjigje, se e njëjta është pranuar një rregull të tillë. I akuzuar Irfan Lipovica, prezant është. Hafiz Gara, prezanton. Përshëndetje. Gjyqtar kërkojmë falje, po kishëm informuar poshtë të jetë nëmër 14. Keni drejtë se një është caktu pa fakisht, po për shkak hapësirës edhe interesimit madh publikut, e kemi ndërru sallën në momentin e fundit. Prezanton i akuzuar Ridvan Muharremi në mbrojtësin e tij, mungesë të akuzuarës Rozeta Hajdari dhe mbrojtësit të akuzuarit Irfan Lipovica u ka të tërë, mandej seanca e sotme e shqyrtimit fillestar nuk ka kushte të mbarë.